Teleshikues të nderuar të ACTV, televizioni komunitetit shqiptar në Michigan, por që do të keni rastin dhe nderin që na përcjellni në këtë bisedë anë e mban rruzullit toksor ku ka shqiptar përmes mjeteve të internetit dhe mjeteve të ndryshme të komunikimit. Si zakonisht në studion e hapur të televizionit ton, kemi musafir të ftuar, njerëz të rangjeve të ndryshme dhe diskutojmë mbi tema të ndryshme si mas ngjarjeve aktuale në botën shqiptare apo këtu në diasporë. Sikur e dini edhe vetë, kohëve të fundit kaluan 2 muaj pikërisht sot jemi në ditën e 71 të protestave në Shqipëri, protestave demokratike, ata e quajnë një revolucion demokratik që të ndrohet sistemi politik në Shqipëri, i cili drejtohet një avangard komuniste, puqiste, një avangard korruptuar, e cila nuk i lejon as zgjedhjet e lira në Shqipëri dhe përdor çfarëdo lloj metodash që të qëndrojnë në pushtet edhe mastri afateve që kanë në pushtet në Shqipëri. Prandaj sot kem rastin dhe nderin që kemi ftuar një kolegë tonin, një shok, një dashamir, një demokrat, një njerëz që studion. Flitet për Rush Dragun, që në vitet e para të demokracisë ishte kryetari i Partisë Demokratike i rrethit Kelmenit, ma vonë drejtor shkolle. Erdhi në Amerikë dhe veprimtaria e tij kombëtare vazhdoi me Alt Dreams, faqen e internetit e cila është përcjell shumë në botën shqiptare, ma vonë me Alt Dreams TV, është shkrimtar, studios, studion dhe vepron, shkruan dhe analizat e tij përcjellen anë mban vend linjes apo këtu në diasporë. Rush Dragu, mirë se keni ardhur në studion e hapur të televizorit shqiptar në Michigan dhe si zakonisht jeni mirë pritur për të bëjmë një bisedë për situatën aktuale në trojën tona. Faleminderit, mirë se u gjeta, po sigurisht do flasim për atë situatë ashtu siç thatë edhe ju, do përpiqemi të sjellim në këndvështrimin ton ato që mendojmë edhe ato që mendojmë se janë më mirë edhe duhet bëhen më mirë. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Jo vetëm sot, po të herë pas hershme. Unë jam i gatshëm edhe e mirëpres çdo herë bashkëpunimin me ju, bisedat që sadopak ti shërbejnë komunitetit shqiptar këtu në Michigan edhe Magjar, ashtu siç e thatë edhe ju. Zotni Rush, ju jeni të brengosur si miliona shqiptar, brenda dhe jashtë atë dheut, për situatën aktuale në Shqipëri. Nuk po flasim vetëm edhe në mënyrë partijake, po flasim në një mënyrë kombëtare, sepse edhe nuk është tema e bisedës sonë që të marrim vetëm kahjen e një partie politike, por të flasim për këtë revolucion demokratik të rinisë shqiptare, ma vonë u angazhuan e po angazhohen edhe të tjerët, po banë sot pikërisht 71 ditë nga kjo protest që nuk ka nollë kurkun deri sot, se edhe protestat në për shtete fqinje janë banë 1-2 herë në javë apo të përjashme, të përmuajshme, kanë vazhduar në Serbi edhe sot vazhdojnë për shemin e pushtetit në Bullgari apo vende tjera, por të përdiqme 71 ditë me ba protest populli shqiptar me mija njerëz në rrugët e Tiranës dhe sheshe në qyteteve tjera, si ta merr mendja ty, si po i del kjo, a ta merr mendja se po jep efektin e duhur? Luiz, spari duhet theksoj pozicionin tim. Unë jam për pluralizmin e mendimit, për pluralizmin politik, për pluralizmin e fjalës dhe ideve. Edhe qysh në fillim në vitet 1990 së bashku me studentat, unë kam përkra për pluralizmin partijak, pluralizmin e ideologjik. Që do të thotë? Që ka liri gjithse cili të flasin dhe të angazhohet dhe të rështohet në një repart, më thojza repart politik që janë partit politike.
Me ardhjen në pushtet të rilindjes, sektit të rilindjes, pluralizmi politik avash filloi të humin sensin dhe të humin kuptimin. Humbi liria e fjalës, liria e mendimit, liria e diskutimit dhe humbi edhe sensin liria e votës. Nuk derisa erdhin ditët tona që vota nuk ka kuptim më në Shqipëri dhe nuk dëgjohet fare mendimi ndryshet. Ekziston një opozit me numër deputetësh që nuk kanë fuqinë e votës, nuk kanë fuqinë e numrit për të marrë një vendim, për të kundërshtuar dhe për të shtrënguar majorancën, dhe në këtë mes ai ka gurin dhe arrën në dorë si pasojë e humjes së lirisë votës, e humit së sensit të votës, dhe shqiptarët ka vite që nuk votojnë të lirë, nuk zgjedhin të lirë, por nën tutelen e partisë shtet. Dhe në këtë sens e gjithë kjo situatë, humja e të drejtës për të menduar lirshëm dhe presioni i pushtetit dhe majorancës mbi njerëzit ka çuar deri sa të arrijnë në këto protesta që thatë 71 ditë. Pra e ka një arsye, nuk janë thjesht vetëm për ndërrim pushteti, por kanë më tepër se sa këtë arsye. Hum lirinë e fjalës, hum lirinë e punës, braktisje e dheut, si pasojë të gjitha këtyre tërësnive që o me mua o do ikish, dhe shkretimi i zonave të tëra Shqipërisë, boshatisja si asnjëherë tjetër, as në kohë lufte si sot, një shtres popullsie që ka met është e revoltuar, pra nuk ka mbajt më ujë, ka vlua. Dhe të gjitha këto nuk janë as agent të brendshëm, as agent të jashtëm, por janë revolta, janë humja të drejta, mohimi të drejtave të kësaj popullsie, të kësaj shtrese, të rinis vetë, që nuk shet dritë jeshile, nuk shet vende punët, ka qua në këtë organizim, në këtë demonstrat, që është e përmasave të viteve 1990 që ishte ndrrimi i sisteme, ose më tepër, sepse është më tepër sot se nga jetëgjatësia, edhe nga numri, dhe nga pjesëmarrja, dhe nga shtrirja gjeografike në të gjithë territorin e Shqipërisë. Rëshë, fuqia shpirtërore e rinis, e ma vonë dhe të tjerve, a është mjaft revolucionare si në vitet 90-ta? A janë aq të dedikur për ta përmbysur këtë regjim kriminal të korruptuar, këtë mafje të patronazhistave të cilve ju ka dalë boja tani mund themi edhe të disa socialist, në qoftë se ka socialist të ndershëm, duhet ketë sigurisht në një aty këtu, dhe ka edhe të tillë, të cilët edhe nga partia e tij vetëm janë mbushur me sjelljet e tij hipokrite ndaj kundërshtarëve, ndaj gazetarëve, ndaj të huajve, dhe mënyra se si ai po paraqitet. A ka metoda tjera që mund të ndalohet ky sistem dhe kjo qeverisje dhe të shkohet drejt një formimi të një qeverie teknike, e cila do të udhëhecte shtetin për një kohë të caktuar, derisa të banë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ka një dallim esencial, Luiz, mes protestave të viteve 90 dhe protestave të këtij vitit. Protestat e viteve 90 shkonin në rreshtin e valës protestave të gjithë Europës lindore që do të përmbysnin një sistem ideologjik, ekonomik, ushtarak që ishte sistemi komunist i asaj kohe, që erdhi edhe u instaluan këto vendet e Europës lindore mbas luftës dytë botërore. Sot në Shqipëri është një sistem i veçuar në krahasim me Europën lindore dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Ka ndryshime esenciale. Sot pushteti në Shqipëri nuk është ideologjik. Është një pushtet gangsterësh i instaluar mbi bazën e mafjes në pushtet, që në ndryshim nga pushtetarët e viteve 90 që nuk ishin të fuqishëm ekonomikisht dhe gjendja ekonomike ndryshonte shumë pak me shtresat e tjera të popullsisë, sot ata që drejtojnë pushtetin në Shqipëri janë të pasur.
pra kanë pasuri marramense si pasojë e trafikut të drogës dhe trafiqeve të tjera që lulëzojnë lirshim në shtetin shqiptar. Çfarë do të thotë? Që ata që drejtojnë kanë gjithçka, sepse duke pas fuqi të jashtëzakonshme ekonomike, ai blen votën, blen kundërshtarin, blen opozitarin, blen intelektualin, blen median, blen fjalën e lirë, e mbyll fjalën e lirë. Dhe në këtë mes çmontimi i këtij pushteti është shumë i vështirë dhe don shumë kujdes në menaxhimin e këtyre grupimeve të njerëzve, këtyre pjesëmarrësve të cilët janë të frustruar si pasojë e humjes së gjithçkaje, e humjes grabitjes pashësurisë me zor, e grabitjes lirisë, dhe don një kujdes të jashtëzakonshëm në menaxhimin e këtyre turmave, e këtyre grupimeve njerëzore, sepse aty ka të gjitha ngjyrave, të gjitha formave. Nuk janë demokrat ata, nuk janë ballista, nuk janë legalista, po së shumti janë socialistë dhe janë socialistë të ndershëm, janë socialist intelektual, socialist shumë të ndershëm që kanë kontribuar për Shqipërinë, por kjo klik, ky grupim ekonomik mafioz, gangster i këtij shteti i ka humbur çdo lloj të drejtë edhe njerëzve të vet, të atij spektri që sollin pushtet edhe sot ja ka hek atë drejtë. Dhe në këtë mes menaxhimi i këtyre njerëzve është i vështirë. Ju thot për një revolucion, dhe flitet e revolucion. Nuk bëhet fjalë për një revolucion me armë, që të vehet një pjesë e popullit shqiptar kundër një pjesë tjetër dhe derdhet gjak. Ka revolucion idesh, revolucion ekonomik, shtërngim, ka mënyra të ndryshme të shtërngimit të këtij pushteti. Dhe shtërngimi një fitore e jashtëzakonshme e këtyre protestave, e këtyre njerëzve është sepse kanë gjallë interesin e medjave ndërkombëtare. Pra nëse mediat ndërkombëtare ishin të fjetura dhe informacionin që nepnin njësitë trupi diplomatik i akredituar në Tiranë shteteve përkatëse, ishte i zbet, ishte nga një herë edhe djallëzor, edhe i deformuar, edhe jo real. Sot këto protesta, këta djemë të ri, këto vajza të reja, këto familje, sepse në qytet në Tiranës, në rrugët, në sheshet e Tiranës, ju keni pa që dalin familjar me fëmijë në karroca, fëmijë të vegjël. Pra çka kallëzon se vujtja që revolta ka shkuar në thelb në qelizën e familjes shqiptare, pa dallim ideologjik, pa dallim fejet, pa dallim krahinet. Edhe pikërisht kjo lloj revolte dhe ky lloj zgjimi qytetar ka bë që të reflektojnë edhe në mediat prestigjioze ndërkombëtare si Deutsche Welle, Reuters, CNN, New York Times që ishte deri para pak kohësh ishte një përkrahase e zellët e sistemit dhe qeverisë së Edi Ramës, sot ajo pasqyron her pas here protestat e këtyre njerëzve, këtyre shqiptarëve të ndershëm, të revoltuar që janë deri në palc të përdonuar nga një sistem gangstersh. Pra si mas juve, edhe unë mendoj ashtu, po s'paku të flasim se këta nuk janë vetëm se janë komunista, po janë edhe specialista të mbrojtjes së hajnis tyre të panershme që kanë ba, dhe për ata si mas jush këta janë aq kamgullës që të mbrojnë atë që kanë fituar jo me djesë, si kur Balluku, Erion Velia, shumë të tjerë, Edi Rama, shumë të tjerë të cilët janë pjesë e kësaj klike. Pra ata janë edhe kaq kanë ngullë se ju mendoni që këto do të shiqohen në të ardhmen e ndrimit pushtetit, se ka ardhur gjithë kjo pasunie qeveritarëve të kuqët të Tiranës. Luigi, e thash edhe më përpara, kjo nuk ka të bëjë fare, mendoj unë, nuk ka të bëjë totalisht me atë që me etiketimin komunist. Nuk kanë lidhje me ideologji. Fare, nuk kanë në platformën qeverisë të tyre një ideologji komuniste, kapitaliste, revizioniste, progresiste. Ata kanë një praktik, kanë praktikën e mafjes, praktikën e kapjes pushtetit. Sepse
në përbërje të këtij grupimit qeverisë nga njësit e vogla administrative në Shqipëri deri në pikën më të lartë të piramidës qeverisë, aty ka një përzierje edhe komunist, edhe demokrat, edhe ballist, edhe legalist, por që drejtohen, sipas mendimit tim, por që drejtohet nga një klik e rrezikshme, manipuluese, manipulatorësh, gangsterësh që duan të marrin me të gjitha metodat, mënyrat dhe forcën e pushtetit, llotërojnë pasurinë që kanë përfituar dhe kanë ndërtuar dhe kanë ngrit piramida të larta pushteti mbi bazën e trafiqeve të paligjshme ndërkombëtare. Pra ju... Ata me pasurinë që kanë, blejnë votën, blejnë njerëzit, blejnë intelektualet, se si pasojë e kësaj blerje me majt pushtetin edhe si pasojë e pushtetit që marrin në një të ardhme, në rastin e zgjedhjeve, të vazhdojnë prapë ciklimin e kësaj grabitje edhe këtij trafikimi edhe këtij përfitimi të rrezikshëm të pasurisë në kurriz të shtresave të popullsisë. Një pasurim që nuk sjell punësim, por krijon një elit të rrezikshme, pasuruare, që ka fuqi policore, intelektuale, sepse blen edhe intelektual, dhe ushtarake, që mban me grusht hekurt edhe shtyp fjalën e lirë. Rrush, të kthehemi te protestuesit për atyre cilëve na duhet kemë nder dhe respekt çdo shqiptar demokrat në botë, sepse lanë familjen, jetën, angazhimet e veta, shkojnë edhe nga mërgata, me leta mia njerëz për çdo ditë në protest. Pse mendoni që nuk kanë dalë ende organizatorët, ata të cilët qëndrojnë mas këtyre protestave, se dikush duhet të jetë mas tyre që të drejtojnë këto protesta, këto shpenzime, këto organizime. 71 ditë thash parë në fillim të emisionit, nuk janë pak, janë shumë, dhe po flitet që këta do të vazhdojnë. A mendoni edhe ju që këta e kanë aq seriozisht që nuk do të ndalen, po do të veprojnë, do të marshojnë drejt një demokracie të vërtet, me sjell një vot të lirë të vërtet, me sjell një drejtim të vërtet, një avangard intelektuale, edhe në qoftë se nuk është partijake, por të themi popullore, intelektuale të cilët do të drejtojnë Shqipërinë për disa kohë. Unë thash edhe në fillim, kjo nuk është një protest anarshiste, nuk janë anarshist ata. Spakut ata ideologët ose strategët që janë prapa skenës së këtyre protestave, ata janë shqiptarë të kulluar që njohin shumë mirë realitetin politik, realitetin ekonomik dhe gjendjen shoqërore të Shqipërisë. Pra nuk janë njerëz të rastishëm që ja marrë një dyqan, ja marrë disa hektar tokë, ja marrë një gjysmë fabrike, ka humbë në një biznes, nuk janë thjesht këta lloj njerëzish. Ata janë njerëz që njohin me themel ekonominë e shtetit, ekonominë e kapitalizmit, njohin mirë strategjinë dhe teknikën dhe taktikën e marrjes dhe mbajtjes pushtetit. Pse? Sepse pavarësisht se kush i thot dhe çfarë tribune është një tribunë e mbushur klasike dhe moderne, apo thjesht një shkallë ku hypin çdo ditë me një megafon, por fjalët që përgjithsisht ata artikulojnë çdo ditë janë mirëfilli politike. Janë 5 kërkesat që nga dita e parë e protestës dhe deri në ditën e 70 janë përsërit vazhdimisht. Por ato 5 kërkesa janë gur themeli për një ndryshim rrënjësor të mënyrës së qeverisjes së Shqipërisë në të ardhmen. Janë gur themelor për lëvizjen dhe riciklimin e elitave politike. Po deshe ne edhe po i trajtojmë ato 5 kërkesa. Po janë 5 kërkesa mallore, pavarësisht se kush i thot. Por unë mendoj se marrin më tepër vlerë kur vehen në gojen e një populli të thjesht, një djali të ri, një studenti, një punëtori, një fshatari,
kur fliten ato 5 kërkesa që janë kërkesa akademike, që përkrahen forcërisht nga shtresat e popullit, nga populli, pra kanë zgjedh mishërim. Ato kërkesa që janë domosdoshmërisht për me bën një revolucion të plot të shtetit dhe pushtetit shqiptar, janë përfaqësua, janë thith, janë përvetësua nga masat e popullit. Sepse aty flet fshatari, flet punëtori, flet studenti, flet intelektuali. Vërtet nuk kanë tribuna, po janë tribunat e popullit, është shpirti, është zemra e popullit që thot. Është një riciklim i plot dhe pikërisht këto kërkesa nuk është rastësisht se i ka shpik një djalë i ri nga Burreli ose një djalë nga Tropoja ose një djalë nga Mallakastra, por ato janë thënë vazhdimisht nga opozita. Janë thonë, ato 5 kërkesa janë kërkesat që ka 2 vjetë më shumë që në parlamentin shqiptar, në foltoret e opozitës, në televizionin opozitorët e opozitës janë përsërit me mira herë ato kërkesa. Por, duke qenë se një opozit ka qenë nën trysnin e vazhdueshme të pushtetit për ta degeneruar, për ta denaturalizuar, për ta depersonalizuar, për t'i vënë të gjitha humjet dhe të gjitha ato çfarë ka ndodhur keq në Shqipëri, fajtore, për ta quajtur opozitën, edhe populli vetë duke u përsërit e njëjta propagandë e pushtetit, populli e ka quajtur opozitën që ajo vërtet është fajtore, jo pushteti që është 13 vjet. Edhe pikërisht duke marrë të gjitha ato kërkesa të opozitës dhe duke vendosur në gojën e popullit thjesht, ato marrin vlera të padiskutuara. Edhe pikërisht duke u përfaqësuar nga populli, mediat ndërkombëtare dhe agjencitë politike ndërkombëtare kanë tërheq vëmendje dhe kanë kthyer sy nga Shqipëria. Kjo është fitoria më e madhe e kësaj protestet. Kjo është fitoria, qëndrueshmëria, jetëgjatësia, edhe duke ra pik vazhdimisht në ato kërkesat që të gjitha përveç se kërkesa ekonomike, ato janë kërkesa mirëfilli politike për ndryshimin e këtij sistemit kalbur politik që është i ndërtuar në Shqipëri. Rësh, e di që kur janë protestat mallore, me shumicë njerëzish, gjërat edhe dalin nga kontrolli, parolat e ndryshme, brohoritjet e ndryshme, por me gjitha te këtu vrehen disa parolat që janë shumë interesante dhe kanë buqit kështu edhe në botën shqiptare dhe të jashtme. Kush mendon që organizon ato? A mund të bëhet si jemi ne këtu për mbroj asnjë parti apo një individ, por me duket se parolat Rama në burg, Berisha në burg dhe të tjera të tilla mendon që janë të nevojshme për momentin. Tha që nuk jemi na këtu avoketnit të mbrojmë Sali Berishën, sa i do të mbrojt në qoftë se ka faj gjyqi, do bajnë punën e vetë drejtësia, por nuk mendoj që janë parolat të njajta, se në këtë rast nuk flasim që duhet shkoj edhe Berisha bashkë me Ramën në burg dhe me klikën e ti, me Ballukun e me të tjerët. Si mendon ti, kush i stimulon, kush i organizon këto parolat e tilla? Përpara se të diskutoj, është e vërtet kjo që thatë, përpara se ta diskutojmë lejo të them 2-3 gjëra. Përpara se të thuhet Rama në burg, Berisha në burg, aty thuhet që të ndryshohet kushtetuta. Që do të thotë? Rama jepe dorëheqjen. Ashtu. Kërkesa tjetër që kryeministri i Shqipërisë mos të ketë më shumë se sa 2 mandate. Këtu do na lëj. Kryetari i opozitës, doktor Sali Berisha, e ka pranuar këtë alternativë. Ka thënë që të ndryshohet me kushtetutë, që në kushtetutën shqiptare të thuhet që kryeministri i Shqipërisë mos të ketë më tepër se 2 herë të drejtë zgjedhje me mandat të plot ose të kufizuar, unë e votoj bashkë me grupin tim parlamentar. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se Berisha është tërheq nga lufta për të qenë kryeministër në zgjedhjet e ardhshme. Pra, automatikisht veten, duke ullë në tavolinë, duke votuar një ligjë të tillë, duke një draft të tillë kushtetues, ai veten e ka larguar nga skena e luftës për kryeministër. Por,
a i thot, unë nuk kam pse të largohem në një kohë që ky do të vazhdoj përsëri luftën. Pra, unë do largohem dhe ky stërhiqet, kush do tjetë ai që do e tërhekin. Pra, ky është kundërshtari im politik. Dhe mënyra për më largua unë dhe ai, dhe me hap rrugë një grupimi të ri politik, një mënyrë të re qeverisë është me ligj. Ligji ne na ndalon të drejtën e kandidimit, na ndalon egon e shthurun dhe pa limit për të qenë drejtues të shtetit shqiptar. E para. E dyta, qeveri e venosën përsi në ligjë dhe në kushtetut, qeveri një vjeçare tranzitore, një qeveri një vjeçare për para zgjedhjeve, dhe jo vetëm këtë rallë, po për një periudhë të pacaktuar. Pse? Duke pa historinë e zgjedhjeve në Shqipëri, të cilat asnjëherë nuk kanë arritur të kalojnë standardin, të dalin në standardin ndërkombëtar të zgjedhjeve, kjo qeveri me intelektual, por jo me politikan, sepse Shqipëria ka intelektual sa të dush, dhe ka intelektual të ndershëm sa të dush, ka socialistë të ndershëm sa të dush, ka demokratë të ndershëm sa të dush. Dhe kjo qeveri krijon mundësinë e kushteve të barabarta të forcave, të gjitha forcave politike në Shqipëri të garojnë në mënyrë të lirë, dhe vota e gjithë secilit shqiptar të ketë peshën e vet. Jo përçudnim, jo vjedhje, jo blerje, jo masakrim, jo lun, jo frikë, por votë lirë si në botën e qytetëruar, si në Amerikë, në shtetet e tjera të Bashkimit Evropian. Kjo është domosdoshmëri. Edhe këto dy pika, pastaj edhe pikat tjera që lidhen me investimet, me pronën private, e bajnë që kërkesat e këtyre protestuesve të jenë në maksimin e madh të një revolucioni, në maksimin, aty në kufirin më të lartë të një revolucioni, jo me armë, ky është revolucion, sepse ti hekish të drejtën një kryeministri, mos votojnë, mos të zgjidhet më vetëm 2 mandate, është revolucioni i madh i parë që ndryshon shumë në mendsinë e njerëzve. Atëherë kthehemi te Berisha në burg, Rama në burg. E thamë edhe në fillim se në protest nuk janë të seleksionuar protestuesit, sepse atje shkojnë të majt ekstrem, marksist-leninist, shkojnë komunist, shkojnë edhe fashist dhe nazist, edhe demokrat edhe socialist të ndershëm. Dhe në këtë mes, për me relativizua ose me ul nivelin e kërkesë, me barazua Rama jep e dorëheqjen si është në mandatin e sot, aq sa më shumë se asnjë kryeminist shqiptar, me barazua me një burg të Sali Berishës që ka 13 vjet që firmos kun dokument, që nuk ka firma zvult pushtetit, që nuk ka marrë pjesë në asnjë tender, asnjë ndërtim mallor apo të vogël, të barazosh me një kryeminist që çdo gjë ka lënë nëpërmjet firmës së tij dhe fjalës së tij dhe nuk ka letër që kalon nga konispori në vërmosh pa nga ky kryeminist, është një diçka që nuk ka vlerë. Ai mund të thonë, po fillimisht mund të jetë duk diçka shumë e madhe, po me kalimin e kohës edhe vetë dëgjuesit e shikuesit në televizion dhe ata që janë pjesëmarrës nuk e vlerësojnë. Janë 2, 3, 4. Janë edhe pikërisht ata opozitorë të opozitës, se e keqja e këtyre viteve të fundit se pushteti dhe ideologët e këtij pushteti sa juan një opozit me kontingjent të ish titullar të Partisë Demokratike, ish përfitues të Partisë Demokratike, ishte dhjamur nga pushteti i Partisë Demokratike, i krijuan, i sajuan një opozit e cila shumë e egër, ma egër se vetë opozitarët, ma egër se sa kundërshtarët që janë Partia Socialiste dhe socialistët e tjerë të ndershëm. Dhe pikërisht këta opozitarë të opozitës janë ata që thrasin Berisha në burg, Rama në burg. Për mendimin tim, turmat dhe populli nuk futen në burg kënë, janë institucionet. Ato thirrje ngjasojnë me thirrjet mas luftës dytë botërore në kohën e Enver Hoxhës, si ishin gjyqjet e popullit që i merrnin njerëzit dhe në emër të popullit i dënonin me pushkatim, me internim, me varje, me tjerë. Pra,
populli sa do i mirë, sa do i ndershëm, sa do të drejt, nuk ka të drejt të çojnë në burg, as të pushkatojnë, as të varin litarkën. Janë institucionet, janë organizmat shtetëror që dënojnë dhe mi bazën e dënimit, atëherë ata marrin atë që i takon. Zotnirush, ka thashë theme, nuk e dija që ndrojnë, si masjush, a ka dalim të klasave, teritoreve, të krahinave, jug-veri, komunist, që s'ka ma jo term ka kaluar, socialist, demokrat, republikan, zogist, balist, a ka këtu dalime apo është populli revoltuar në përgjithësi? A ka teritoret caktuara që duhen mërzu këtë regjim, apo janë të gjithë Shqipëria mbar, pa dallim teritoresh, pa dallim partish, kanë një menim që ky duhet të ikë dhe duhet bëhet një ndryshim demokratik në Shqipëri. Me gjo, të marrim pak thjesht, jo aq thellë sa ma lypë, sepse janë temat veçanta, të gjitha ato që thotë, të gjitha qëndrojnë, të gjitha qëndrojnë, por të gjitha duhen emisionet veçanta. Nëse po marrim lidhjen e zonale, geografike të Shqipërisë me protestat. Protestat ma këmbgulse, nuk po thëmë të egra, po ma këmbgulse, ma intensive janë ato të jugut se sa të veriut. Marrim në Poliçan, pra organizatat e Partisë Socialiste të Poliçanit doqen testat e Partisë Socialiste, testat e Partisë Rilinjes të Edi Ramës. Pra në jug Shqipërisë është. Intensiteti i protestave të Memaliajt tash sa ditë është shumë më i madh, disa herë më konsistent, më i vazhdueshëm, me kërkesat qarta ekonomike dhe politike se sa çdo protest spontane në veri. Kalojmë atej, me sipër, protestat e Divjaks janë të vazhdueshme, konsistente me pjesëmarrje të madhe të njerëzve, që është Shqipëria mesme. Por nuk do të thotë se revolta popullore edhe veriu, por nuk kanë qenë aq të organizuara sa këto që i përmenda ma përparen. Duhet theksua se edhe veriu është shumë më i çpopulluar se sa jugu. Edhe në jug kanë ikë njerëzit, edhe fshatrat kanë me vetën, po në veri kjo plagë është më theksuar. Dhe që të bash një protest du të kesh edhe numra. Nuk flas me përmasa me atë gjuhën shqiptare se sa mira ishin, se me bo me dal vetëm në Washington aq sa dalin dje e pardje në Tiranë, për nërë diçka e mallë ndryshon në Washington me bo me nejt një javë rresht gjithë ata njerëz. Por e krahasuar me ata popullsia mungon edhe numri. Jo se nuk janë të pa kënaqur, sepse u rrafshuan shumë bujtina në theth, u bën një ndërhyrje e papame. Në Rjoll është një tentativë e pa imagjinueshme për zaptim, grabitje, marrje, mosnjohje të pronës private. Të gjitha këto nuk do të thotë se edhe veriu nuk është i organizuar. Është i organizuar dhe në këtë mes nuk ka asnjë ndarje dhe asnjë diferencim. Kërkesat janë të njëjta sublime që çdo njeri nga veriu i Shqipërisë për krah ato që i artikulon një nga Poliçani, nga Memalia, nga Saranda, nga Himara, nga Xhirokastra, nga kudo në Shqipëri. Nuk ka një ndarje. Ndarjet politike mes demokratëve dhe socialistëve, këtu duhet na lua se ka një bashkim të socialistëve që është një masë e madhe, e socialistëve të ndershëm, e intelektualëve të zot, që kanë lënë emër, duhet pranuar, kanë lënë emër në zhvillimin e Shqipërisë shqiptare, me bashkëpunim në bashkërendim të mendimeve të protestës edhe me demokrat, edhe me ballistët e ndershëm që duhen një Shqipëri ndryshe, një Shqipëri që të ecin në drejtimin e Bashkimit Evropian, një Shqipëri që të qeveriset nga shqiptar të ndershëm, jo trafikant, jo gangster, jo lunues të lirisë së fjalës, të lirisë mendimit, të lirisë votës.
në nisur nga ky aspekt. Nuk e di se sa isha Dakor, se kjo është një temë me vete, duhet një kohë gjatë që të zbërthehet kjo. Situata e pronave, gjitha këto është një plagë mallë që u bën në thethe në Velipoje, po të kthehemi nga situata aktuale dhe mrena socialistave të ndershëm, në qoftë se sigurisht ka të tillë mjaft, edhe kjo deputetja që erdhi këtu Koçeku dhe Spiro Palje, aty shihet se ka një mos pajtim të mrenshëm edhe në kullën e Partisë Socialiste që drejton vetë Rama. Si funksionon për shembull kjo deputete e pamvarur tani që dolin nga Partia Socialiste dhe e thot fjalën e vet lirshëm, dhe u bën një burnesh demokratike me një opinion të lirë demokratik që mendon që nuk po qeveriset vendi mirë, se po shkretohet sidomos veriu, po ikin rinia dhe nuk e di atër kujt i shërbejnë Shqipëria dhe administrata në qoftë se populli po ik më të madhe. Zonja Koçeku është një deputete e ardhur nga lista e Partisë Socialiste, nga lista e mbyllur e Partisë Socialiste, që do të thotë që i siguron dhe një vend të automatik në parlament, pavarësisht nga rezultati që mund të ndodhte në Shkodër. Unë nuk e njoh nga afër këtë deputete, unë kam pa dy dokumentar një dokumentar të Deutsche Welles që bonte fjalë për jetën, veprën dhe aktivitetin e saj si studente dhe si biznesmene, dokumentari prodhuar nga mediat më prestigjiose të Europës, që është Deutsche Welle, dhe kam mete habitun nga gjuha shumë e kthjellë, shumë elekuente, shumë e pastër anglisht që fliste me gazetarët, një prodhim i kushtueshëm i atij televizionit. Pastaj pjesëmarrja në parlament është e drejtë e seciliit, duke ardhur nga zona e Dukaxhinit, i zonë varfër, që këto partitë e majta spekulojnë se jem për të varfrit, jem për shtresat në nevojë, edhe pastaj vinë pushtet me votën e të majtëve, pasurohen dhe s'duan me ditë as për të majtë as për të djathtë. Kjo është diferencë shumë e madhe e të majtës në Shqipëri, po edhe të majtës në botë. Se çfarë ka ndodhur në grupin parlamentar Partisë Socialiste, tamam, unë jam përpjek të lexoj boll, nuk e di kontradiksionin që ka ndodhur mes saj dhe Edi Ramës, se dinë vetëm ata dy. Por është e drejtë e saj, mbasi e ka pa se çanol dhe mbasi e ka pa se çfarë gatuhet në atë kazan të grupit parlamentar të zgjedhur nga Edi Rama, është e drejtë e saj me kushtetut, me ligj, pavarësisht se është prodhim i Partisë Socialiste, kushtetuta dhe ligji shqiptar i gëzojnë drejtën asaj e një zgjedhje si deputete e pavarur, por në qoftë se bën zgjedhje ajo mund të i bashkangjitet edhe Partisë Demokratike, në qoftë se e gjen veten të programet e Partisë Demokratike ose të një partie tjetër më e vogël se Partia Demokratike në parlament, ose të qëndrojnë e pavarur. Asaj është bërë presion i vazhdueshëm këto muaj, qysh se ka lënë ndërheqjen, që të largojnë, të heqin dorë nga mandati i deputetes. Dhe kjo ka qenë e djallëzuar, jo parimore, jo se po i prish punë zonja Koçeku, Partisë Socialiste, sepse prap i ka votat Partia Socialiste, e siguron majorancën edhe pa Koçekun, por kjo janë grupime nga poshtë, nga baza, nga lista, që është e gatshme zonja tjetër për t'i zonë venen. Nuk është halli se do i prishin shumë punë Partisë Socialiste. Ata zonja Koçeku do i bajnë ner fjalës lirë shqiptare, por Partia Socialiste për kushtet siç është, për numrin si ka, nuk i prish punë. I prish punë vetëm asaj që është e para në listë për me i zonë venin Koçekut. Dhe gjithë kjo zhurmë, gjithë kjo trysni, gjithë kjo ofensiv edhe deri në fyerje ndaj zonjës Koçeku është vetëm për t'i zonë venin ajo e listës Partisë Socialiste. Jo parimore, nuk është në parim. Luftë karrikash. Vetëm luftë karrikash, asgjë më tepër. Artikulimi i saj
sidomos në drejtim të pasurive kombëtare, është eksakt, pavarësisht nga mosha, nga pjekuria dhe nga njohuritë ekonomike që ka, artikulimet e saj të her pas hershme, edhe në media e kam ndjek, po edhe në rrjetin social të saj, është eksakt, i sakt, jo ideologjik, po shumë praktik dhe shumë ekonomik dhe shumë përfitues për situatën si kalon Shqipëria e sidomos veriu i Shqipërisë. Sipas jush ka bani qëndrim borëror ajo. Sipas meje, mua të më kishte pyet, unë do i kisha thënë si mos të hyn në listën e Partisë Socialiste, por kur unë jam i bindur se ajo nuk ka ditë se ku po shkon, jo se nuk ka njohuri, po nuk ka njohuritë e mjaftueshme të atij grupimit me cilin do të ishte bën pjesë e skuadrës, por nuk është vonë kur njeriu të reflektojë kur shef se është në një rrugë gabuar. Dhe zgjedhja e saj, pra i ka bën një backup vetes, dhe më duket se zgjedhja e saj është e drejtë. E pa kontestueshme, jo se shkon në interes të subjektit politik që unë përfaqësoj, që përkrahi, por më duket se është real dhe një veprim tillë unë do të kisha bërë edhe në Partinë Demokratike edhe në çdo parti nëse unë do të isha i zgjedhur në atë mënyrë. Nga mënyra se si kam nga shpirti i revoltë që e njej, nga nevoja që të flas lirshëm mendimin tim të pa diktuar nga askush, një veprim tillë duhet ta bëjë çdo njeri, çdo intelektual nëse i thot vetes dhe çdo njeri i ndershëm që menon ndershmërisht për zhvillimin e asaj pjesë atij habitatit territorit. Do të thotë nuk ka kjo bukë shkelje si këta po mënon me i thonë që ne të quëm tani tipo na bjen shtelt mase ne të aprovuam dhe të bam deputete, nuk të ban Partia Demokratike. Jo, nuk do të thotë se ajo është bukë shkel, sepse ajo nuk i ka falë kush asgjë. Unë nuk mund të menoj kur se Edi Rama nuk është aq i mençëm sa ka pa tek ajo vajzë dhuntite e një intelektuale të arshmes, po thëm intelektuale të tanishme, po e një vajzë e një femre shqiptare që është e afshme, e aftë dhe me perspektivë që t'i japin spektrit politik shqiptar diçka, drejtimit ekonomik Shqipërisë diçka. Pra, unë nuk bie në atë karrige që Edi Rama nuk e ka atë aftësi, sepse Edi Rama i ka atë aftësi. Por, nuk do të thotë se Edi Rama i ka afrua, sepse edhe Edi Rama i ka afrua i diçka të pameritume, por edhe Edi Rama dhe Partia Socialiste ka përfituar nga emri i saj, sepse elektorati në qarkun e Shkodrës është bajag i mall që i shkon mrapan zonjës Koçeku, zona nga Vjen dhe zona veriore që përfaqëson zonja Koçeku nga e ka prej ardhin është i konsoliduar, është i mall si numër votuesish. Pra edhe Partia Socialiste ka përfituar nga emri edhe figura e zonjës Koçeku. Nuk është se thjesht ja kanë lënë si merre se po ta fali. Nuk ja ka fal kush. Po edhe ata e kanë përdor. Edhe ata nëse flasim me gjuhën banale si përdorin ata si bukshkal, edhe këta e kanë keq përdor emrin edhe figurën edhe zonën, sepse ata kanë dalë në fushat që kini vajzën tuaj të majtë edhe të gjatë, është nderin tuaj që ta votoni këta. Pra kanë përfitua vota nga PD-ja nga PS-ja, nga zonja Koçeku, nuk kanë përfitua direkt për emër, po kanë përfitua për subjekt politik. E si pasojë e emrit saj, e gjenjes saj në atë grupim, Partia Socialiste ka marrë shumë vota, kështu që nuk i ka falë kush zonjës Koçeku. Por Koçeku ka marrë ato qa i kanë meritua dhe qa ja kanë dhënë me shpresën që ajo do t'i përfaqësoj. Dhe pikrisht kjo shpresë dhe kjo një mrenshme i shpirtit saj e ka bën që të revoltohet që mos t'i pranoj ato direktiva, ato norma, ato rregulla që ata kanë dashur të vazhdojnë. Dhe ka thonë, jo, stop. Unë këtu nuk kam hy që të bëhem vegël e juaj. Unë këtu nuk kam hy që ju më keni falë diçka dhe unë të bëhem pushk në dorën tuaj që të vras lirinë e njerëzve, që unë të bëhem pushk në dorën tuaj që të shkatërroj ekonominë e njerëzve. Jo, unë kam marrë këtu që ajo ekonomi të përparoj, që liria të jetë liri. A mendon se ka ndrua edhe nga eksperjenca e diasporës
mund t'i ketë ndihmua diçka në qëndrimin e saj, mbase këtu ka shumë njerëz që kanë humbur nga trojet, nga pronat në theth, në velipoj, nduka gjinëllë biseda e saj dhe eksperienca, edhe me mërgatën mund t'i ketë ndihmua diçka në atë drejtim? Dëgja, unë për para 3 vitesh e kam pas në një intervjist në Albdrims. Atëherë sa kishte dalë me atë nickname Neo Malsoria. Dhe më duke diçka imponuese si emër, edhe thash imponuese, vërtet, hajtë shoh, kam mbet pa men nga artikulimi në gjuhën gegnisht. Kam mbet i habitun nga mendësia dhe nga intelekti që kishte. E mendoja ndryshe dhe ndoli ndryshe. Sinqerisht, unë e kam vlerësua. Kur e kam pa në listën e Partisë Socialiste, jam step. Ftof pak. Jo, edhe kam thonë, ku nuk janë gjetë këtat Partisë Demokratike ma afer saj, se ta ketë Partia Demokratike një vajzë të re. Ashtë vajzë e re, unë nuk po thëmë se aty është leva e Arkimedit. Po një vajzë e re që është një plastelin që mund punohet mirë për mirë, mund të punosh mirë. Po për keq ajo të regoj se nuk pranon si plastelin për keq për më u ba. Ka ardhë në Michigan, nuk jam takua, do të kisha pas jef të takoj në një darë, ka një kafe, edhe bisedoja me të. Shkumja në Washington, ndoshta, sepse në Washington ka dhe politikan, ka dhe ata që artikulojnë mirë për demokracinë dhe për ekonominë, ndoshta e kanë klanizuar në piketa që ka menua ata dhe menoj ajo që i duhen dhe i vlejnë për perspektiven. Menoj që edhe takimet me diasporën, po edhe takimet me politikan, çfarë do lloj rangut Amerikan, kanë nikua në përpunimin plastelik të politikës saj. Zotnirush, këtu tani flitet përdoren metodat ndryshme. Rama pro UÇK-s, Rama pro Kosovës, Rama pro atyre që janë në Hagë. Ne mirë dim se në parlamentin shqiptar opozita ka dashur me propozu një rezolut për krimet anti-shqiptare që i ka ba Serbia në Kosovë dhe atë nuk e kanë leju, do të thot vetë Rama dhe qeveria Tiranës. Tani, a i po qanë me lot krokodili për këto dhe thekson që Kosova është me mu. Deri sa, edhe jo vetë Kosova, por shqiptarët e robrur në Jugosllavi, në Malzi, në Maqedoni, në Preshev. Tani kohën e fundit, a i po mundohet që me la diçka në këtë mënyrë. Si i thoni ju pjesëmarrjes se njerëzve të Kosovës, shqiptarëve të Maqedonisë, nga Mali Zia dhe ma pak kanë, por që marrin pjesë në këto protesta. Çka mendoni, ja kanë të drejtë që edhe shqiptarët e rajonit të përzihen në protestat për një demokraci të vërtet në Shqipëri dhe të dalin në protestat e Tiranës që tani e 71 ditë që po vazhdojnë? Zotnin Luiq, shqiptarët në Janin, në Macedoninë e Veriut, në Preshev, në Bujanovc, në Medvedj, në Kosovë, në Malsi, në Ulqin, janë shqiptarë. Edhe të gjithë këta që i përmenda rreth e rrotull, shohin tek Shqipëria një bërtham ekonomike, bërtham politike, shohin mamën, shohin mbështetjen. Qeverinë shqiptare e shohin si mburoja e parë që duhet vinë diplomatikisht, politikisht, nuk po thëmë ushtarakisht. Dhe në qoftë se të gjithë këto, sa malësor, kanë kontribua për luftën e Kosovës. Nëse flasim me atë gjuhë që malësorët në marrën e zi nuk kanë drejt të diskutojnë për edhe të marrin pjesë për çështjet e shqiptarëve, mendoj se është gabim. Pse? Sepse nga që je nga Malësia nej, unë nuk mendoj se ka pas malësor që nuk janë pak të në shtetin e Michiganit, që nuk kanë kontribua financiarisht me gojë e me mundësi e me demonstrata në kërkrahjet luftës Kosovës. Nuk mendoj
që ka pas shqiptar nga Maqedonia që s'ka qenë pro luftës Kosovës. Me aq sa ka pas mundësi se nuk mund të lypet ty jashtë mundësive që ke. Ose pjesa tjetër ku do që kanë luftë, malësor prej këtu. Dhe kanë shkuar në luftë. Ashtu. Je kryetari i fondit dhe në linja thret, nuk është pak. Edhe ti ke pas kokçarje, dhimbje, anatemime të gjitha këto. I përmenda këto për me dal aty ku më bane pyetjen. Pra nëse të gjithë këta kanë pas drejt për çështjen e Kosovës, që është e drejt 1000 herë, që edhe 1 milion herë më bëmu këthyë, unë të njëjtën mendim kam, ashtu, pse nuk pas kanë këta për shtetin mam, në qoftë se shteti mam ka kontribua, aq sa ka mujt, a ka ba mirë, a ka ba keq, përgjithsisht është përpjek për mirë, po jo çdo herë, çdo përpjekje del mirë nga mungesa, nga rrethanat, nga kushtet ndërkombëtare, nga faktorët ndërkombëtar, nga politikanë ndërkombëtar, jo çdo herë del mirë, por ama Shqipëria është përpjek me të gjitha forcat aq sa ka pas mundësi për çështjen e Kosovës. Dhe në qoftë se ai ka lanë kontribute për Kosovën, pse kosovarët nuk pas kanë drejt se t'japin kontribute për demokracinë, lirinë, menimin, ekonominë, zhvillimin e shtetit mam? Kush i pengon ata? Pse? Pra, kjo pyetje nuk ka nevojë për përgjigje, sepse ata kanë të drejtën e Zotit, sepse nuk është zgjidhje e tyre, i ka quajtur Zoti shqiptar dhe si shqiptar quajtur nga Zoti kanë drejt për çdo pjesë ku shkelet koma e shqiptarit, nga jugu deri në veri. Ky është mendimi im. Do të thot, edhe unë mendoj në qoftë se thatë edhe vetë një malësor nga Amerika ka drejt me shku me luftu nështë edhe me vdek në luftë Kosovës, apo komandantët që kanë ndek nga Shqipëria në luftë Kosovës, i ndritësara e të tjerë, komandant Kavaja e tjerët, atër pse s'pas kanë drejt shqiptarët, ose edhe nga diaspora, po edhe nga trojet etnike, që të flasim për anë, shtetin tonë amë, se Shqipnia nana jonë, një Shqipëri kemë aty a Tirana zyrtare, në qoftë se ministri Mira Shivanaj, në kohta me të zogut, ka muj me kënë ministri i arsimit, i ardhur nga Trishi i Malësis, pse s'muj kanë shqiptarë. Bonë mirë që ma kujtove, për arsye se vetë kë kryeministër që sot ankohet se po marrin pjesë kosovarët, ose malësorët, ose shqiptarët e Macedonisë, po marrin pjesë në protesta dhe po organizojnë protestat, po ky vetë ka marrë ministra nga Kosova. A ka bo mirë a keq? Mirë ka bo, se i ka angazhua, i ka trajnua për me qenë një kontingent ndoshta më mirë në Kosovë. Po sot shefin e shikut, shefin e inteligencës shqiptare e ka kosovare. Pra, qenka e drejt e ti që në organizmat shtetëror të marrin kosovar, shqiptar, nuk më pëlqen me thanë kosovar, por shqiptar nga Kosova, ashtu, ti marrin në mirë banë në qose i merë, kurse shqiptarët që kërkojnë në protesta, protestojnë për lirinë e fjallës nuk pas kanë drejt, ja kjo është i dy qëndrimshën, ka nejnë dy karriga njana duhet jetë. O dalin haptas jam kundra, o në qose është pro, çështjet e shqiptarizmit zgjidhen bashkarisht. Si mendoni ju në këtë kohë tani të trazirave, se këto ne dhe teleshikuesit mund t'i minimizojmë sa të dojmë edhe ata që janë pro regjimit të Tiranës, por me gjithate këto janë protestat ma mallore, 71 ditë me radhë, që po bahen në Shqipëri dhe Evropa vetë po i sjell syt, si thatë edhe vetë për këto protesta, dhe po interesohet kush qëndron mas kësaj. Pa marrë parasysh se këta po akuzojnë se është Irani në bas tyre, është Atina, Beligradi, dhe thotë lloj të ndryshme, por deri tani nuk dihet qartë se qëndrojnë rrymat islamike apo Irania, Iraku, atjera vende mas këtyre protestave. Si mendoni? Shteti shqiptar dhe kryeministri ka një strukturë jo të vogël të agenteve, të punojësve të inteligencës kombëtare, që paguhet me taksat e shqiptarëve. Ata nuk paguhen për menej kafeneve të Shqipërisë, plazheve të Shqipërisë, pikave turistike të Shqipërisë, pa ata paguhen pikrisht për këtë punë, për agenturat
e huaja që mund të infiltrojnë Shqipëri. Nuk do të thotë se ka shtete të imunizuar nga agenturat e huaja. Edhe Amerika vetë nuk është e imunizuar nga agenturat e huaja, sepse mund të rrezikohet nga agenturat sovjetike, Iranit, të Kinës, edhe të Shteteve të Bashkimit Evropian, sepse atë punë ka në shërbimet inteligjente. Dhe në këtë mes, janë 71 ditë, janë 2 muaj e pak, pra nuk është pak. Ku janë këto shërbime inteligjente të japin një rezultat konkret që kapem një agent të infiltruar nga shërbimi filan, nga shërbimi i huaj. Asnjë, zero. Është një propagandë kot, një pikë në ujë. Është hedhë një gur në një pellë të madh që është shua fare. Kjo nuk ka të bëjnë fare. A mund të ketë agent? Po tjetër që ka. Po a ka një influencë? Jo, se të gjitha thirrjet, të gjitha parullat, të gjitha thënjet janë me origjinë shqiptare. E kanë zanafillën, e kanë burimin shqiptar. Rama nepe dorëheqjen. Është një thirrje që ka artikulua shqiptar, sepse boll është boll. Ke pafundësisht mandate, ke dështua në 70% të projekteve tuaja. Jep largoju, ke vra fjalën e lirë, ke shkatrua opozitën, ke shkatrua pluralizmin politik, i largoju nga skena politike. Dhe, aq propagandë sa ka bo, protestuesit po e përsërisin over and over, derisa edhe burokrat më të paftyrë të Bashkimit Evropian edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të vinë një moment që do të hapen veshët e tyre dhe do të nixojnë se ky popull ka nevojë vëmendje. Ky popull ka nevojë edhe albitër që të ulin në tavolinë palë, derisa ti vjen për interesat shtetit tanë dhe ulesh dhe kërkon. Pra, ke të drejtën e Zotit, ke të drejtën diplomatike dhe drejtën ndërkombëtare që të ulesh dhe të bisedosh me palët, sepse është pjesë e bashkimit, është kandidat për Bashkimin Evropian, është shtet i NATO-s, pra në rast se ke detyrime të shkosh në luftë për NATO-n, ke detyrime edhe ti si komandant i NATO-s të ulesh, çfarë drecin po nol me këtë shtet antar i NATO-s. Çfarë janë këta protestues? Pra, sekretari i NATO-s, sekretari i shtetit Amerikan, drejtuesit e Bashkimit Evropian, du t'i hapin vesht dhe nuk i hapin as lehtë. Protestat bëjnë punën e vetë. Duke u përsit, unë shpresoj si një faktor ndërkombëtar, jo do të diktoj, jo do të urdhëroj, por do t'i ulin në tavolinë për me ballafaqua faktet dhe treguesit dhe kërkesat se sa të rëndësishme, sa të drejta dhe të pa drejta janë. Është një kusht i domosdoshëm. Nëse do të ishim antar të NATO-s, okej, nuk ka ndonjë detyrim. Por nga që je antar i NATO-s dhe një shtet i NATO-s me pas gjithë këto probleme, një shtet i NATO-s të jetë shtet narkoshtet, është turp edhe vetë për NATO-n. Është turp sepse edhe NATO-ja nuk mund paraqitet para pakteve të tjera ushtarake dhe ndërkombëtare, Rusisë, Kinës. Pra e ka edhe si element Rusia ta anatemoj NATO-n. Shiko veten se si e ke, ti ke narkoshtetin mërna aleancës tane. Mendoj se do t'i thrasin menjes. Do t'i thrasin menjes nga që jem pjesë e tyre. Rëshkomet tash disa kohë, qeveria shqiptare erdhi edhe në mendim që të hap një konzulat në Preshev. Po ashtu të hap edhe Serbia një konzulat në Shkodër. Si ta mërmenja, qëfar krasimi është ky me një 200 familje në oshta sërbe në Shqiprinë, në Shkodër, në Vrak, me mija e mija shqiptarë që jetojnë në Preshev. A është ky një politike barabartë të diplomacisë, apo pse mendoni që e bani këtë lëvizje pikrisht tani, që të hapë konzulatën shqiptare në Preshev, në Lugin, ku janë krejt shumica shqiptarë, dhe në Shkodër, ku ka aq pak serb sa bile numrohen. Si mund tjetë kjo
si ta mërmenja është politike të qëlluar apo jo? Unë kam bërë një shkrim gjatë për këtë. Në qoftë se ne ecim me mendësin e numrave, Kina për shembull do të kishte hap kurrë ambasadën në Shqipëri. Sepse popullsia e Kinës me popullsinë shqiptare është një disproporcion shumë të madh. Ose e Rusisë me ne, ose e Shtetet Bashkuara me ne. Pra numri në lidhje diplomatike nuk ka të bëjnë fare. Sepse ka shtete shumë të vogla, si Luksemburgu, që ka njësi diplomatike në shumë vende të botës dhe njihet si shteti OKB-s. A duhet një konsulat shqiptare në Preshev në mënyrë të pa diskutueshme duhet? A është e ligjshme kërkesa e shtetit shqiptar për me hap një konsulat në Preshev? Shumë e ligjshme, shumë e domosdoshme, jo se nuk është lyp ma përpara, po ndoshta jo me këtë formë dhe jo me këtë artikulim. Po është lyp. A është vonë. A do bëhet? Kjo është në dorën e dy palëve. Pra është në dorën e Serbisë edhe në dorën e Shqipërisë. Njësit diplomatike, me aq sa kam lexuar, unë nuk jam diplomat, do të s'kam marrë shkollën për diplomaci, po aq sa kam lexuar, aq sa kam njohuri, kanë reciprocitet. Reciprociteti është në të gjitha fushat, jo vetëm në diplomaci, po është edhe në ekonomi, se nëse qa po m'jep ti, edhe qa t'jap unë. Se unë vjet lypi si m'jep këtë, po ti qa do m'japish, do m'thuash. Në Shkodër, edhe në para shpalljes pavarësisë, mbretënia e Serbisë ka pas tentativa për me hap konsulat. Dhe për një arsye se një tjetër nuk është hap konsulata. Edhe në kohën e princit Vid, po ashtu. Ka konsulata që nuk ka popullsi, për example konsulata austriake në Shqipëri. Sa austriak ka në Shqipëri? Asnjë. Po ama konsulata a ka rol? Pa tjetër. Dhe ai që është konsul i konsulatës austriake në Shkodër është një personalitet i njohur, Gjergj Liçeza, i suksesshëm në ekonomi, po edhe për aq kohë se është marrë në politikë dhe aq sa e njohun i suksesshëm. A lot rol? Po tjetër e lot rol. Sepse Austria ka lënë fonde, ka ndihmuar shkolla, ka ndihmuar kolegje, ka ndihmuar gjëra të ndryshme. Serbia i lyp konsulatën në Shkodër. Është e drejtë e Serbisë që ta lypin atë konsulat. A është barabar? Jo. Sa serb ka në Shkodër? Nuk e di sa serb ka. Po aq sa njohun serbë në Shkodër kanë qenë vërtet figura shumë të respektuara të qytetit Shkodrës, po edhe të Shqipërisë. Marrim Milan Vasën. A ka përfaqësi Serbia në Shkodër? Ka kishën serbe në qendër të qytetit, njëtën me xhamin më të madhe në Shkodër, në qendër, njëtën me kishën e Fretne. A ka kish tjetër, ka kishën në Vrak. Sa njerëz ka? Nuk e di, po ka njerëz. A ka toka të serbëve? Ka, nuk i kanë shit gjitha. Ka njerëz që punojnë prapë në administratën shqiptare në Shkodër, edhe në institucione të rëndësishme veçantë si në Burgun e Reçit. Dhe askush nuk janë të mën ata njerëz, dhe askush nuk e vën në diskutim qenjen e tyre. Po do merret me veprimtari, se kam lexuar nga më të ndryshmet ashtu si unë edhe ju, me veprimtari spionazhit, armiqësore. Po për çaj ke organizmat ti? Ashtu ti nuk duhet të pranosh as ambasadën në Tiranë. Pra se ti e ke atë logjikën tonë se me njëherë ambasada serbe do merret me veprimtari armiqësore dhe spionazhit, ti do të mbyllish ambasadën. Pra ta janë atë. Po ti për ata ke veprimin, ke spionazhin dhe kundër spionazhin, që e kontrollon në çdo moment. Dhe në momentin kur ai del jashtë kontureve dhe rregullave diplomatike, ti mund ta bësh nën grata, që ka raste sa dush. Dhe në këtë mes, që ti impunohesh Serbisë, që unë dua konsulat dhe ty nuk të lan, ajo ka drejtën e vetë nërkomtare, si se nuk e ndeshkon askush të t'ju s'flasun.
do të thotë si masjush është ma tepër në favor se disfavor. Në qose mas matem ato, me rase konsulli jonë në Serbi, e në Preshev, takohet me 30.000 preshevar, që merë të gjitha kërkesat, ankesat, shkelet e drejtave, lirive që i bojnë Serb, i merë të 30.000 Serb, dhe konsulli Serb në Tiranë, në Shkodër, merë kërkesat e 50 Serbëve, 30.000 me 50, kërkesat e këtyre duhet vehen në vëmendje ma shumë të opinionit nërkombëtar se të 50 vetëve. Pra, ne jem të fituam. Dhe këto janë patriotizma folklorik, më duket mua, se ecim mat imagjinatën e atyre që protestat i bajnë agenturat e huaja, jo Irani, jo Rusia, jo Kina, jo Dreqi, jo Ibiri. Pra vujmë atë me nësin se gjithkun mrapa në kem një diçka që dokort i kem, po hapi sytë se ke njerëzit që kontrolon. Kështu që nuk del në borë kur. Në është edhe nuk ishte pyetje adekuate për momentin, por është natyrës në base po lexoj shumë nga këto patriotizmat e ndryshme. Patriotizme folklorik. Është e damshme, është e pa damshme, nuk ka krahasime të ndryshme, pse ne për ata e bana këtë pyetje se teleshikuesit vetëm janë në dijenit kësaj. Te kalojmë te çështja aktuale përsëri. 71 ditë në Tiranë. Këto shpresojmë që të bien në një pluralizëm të vërtet në Shqipëri. Po dhe ne në Mërgat jemi angazhuar jo aq shumë, sa të duket ty, ke mballë protesta, të duket se po bajmë mjaft ne si Mërgat që ti përkrahim, a jem duke i përkrah sa duhet protestat e vëllezërve dhe motrave tonë në Tiranë që 71 ditë më radhë. Mërgata historikisht ka, sidomos shqiptarët në Amerikë, kanë tërgu se kanë pas një rol të rëndësishëm në kthesa historike. Edhe një fuqit. Edhe pa tjetër edhe një fuqi. Një fuqi. Kujtoj ato protestat që janë drejtuar prej Gjok Martinit për jugon, për probleme ekonomike të Serbisë në Detroit. Në është 100% s'ka qenë, po një nëzitje, një effort, një goditje e fort, edhe për me hap syt vendasit ka qenë. Roli kundra sistemit të Enver Hoxhës, i pa diskutueshëm, çështja e Kosovës dhe luftës në Kosovë është mallore, është monumentale. Roli i shqiptarëve në Amerikë është monumental, mendoj se e di, e kam prek, e kam pa, janë njerëzit gjallë, janë histori gjallë, nuk kanë nevojë në shkruhen, sepse janë historitë e gjalla. Edhe në këtë rast, roli i diasporës është dhe duhet jetë vendimtar, duhet jetë i rëndësishëm, jo vendimtar, i rëndësishëm, por mendoj që edhe politika në Shqipëri, sidomos politika e pushtetit, ka ba shumë në diasporë. Kallëzoj edhe rastin e fundit votimit diasporës, ishte një trysnie jashtëzakonshme e administratës shtetërore ndaj votuesve të lirë të Amerikës. Llogaritë lunimi i drejtës votës në Amerikë, në e lirë, nga një administratë e një shteti, se çfarë bën. Çfarë do të thotë kjo? Është shumë e marifetshme politika sot në Shqipëri, sepse dal vetë edhe automatikisht djalin e Arës, vajzën e tezës, i shkon patronazhistit të shtëpia dhe i thot, filani është organizator i protestave. Këto e kam me fakte, nuk e kam kështu imagjinat letrare. Është organizator i protestave. Ju, a do të ndaloni, apo do të hiqet djali prej punët, vajza prej punët, do të shkojnë billa, do të pres drita, do të pres ujin, do të bëjnë atë, do të heki tokën. Pra presion direkt. Është presion i pastër direkt, i pa kamufluar, i pa mfshehun, pa asgjë fare. Dhe në këtë mes të telefonon, aman, të lutem,
Të lutem, ti e ke rregulluar veten, je në Amerikë, ke familjen, ke shtëpinë, fëmijët në shkollë, me hangër, me pi, nuk thot kush shkomon e shkomon ne. Hiq dorë se po më fik. Dhe në këtë alternativë, nga zërat e pa shpresë që dinë nëpërmjet telefonit nga Shqipëria, me të drejtën legjitime që ke ti të i bashkëngjitesh protestës, të kurrësh, tërhiqesh. Jo se nuk don, jo se nuk din, jo se nuk e meritojnë, por je ka bandam të drejt për drejt individual mi familje në nevojë. Dhe kjo ka ndikua jo në masën 100%, por relativisht mirë në një përqindje të lartë në mos organizimin dhe mos pjesëmarrjen në këto protesta. Unë këto i kam faktike prej vetës. Tha i ke faktike nga vetë ngjarja në teren. Pikërisht. Zotënirush, në përfundim të këtij emisioni dhe kësaj bisede që teleshikuesit mund të jenë pajtuar ose mos pajtuar, është e drejtë e tyre demokratike, por u munduam që të sqarojmë disa gjëra që po ndodhin në zemrën e kombit, në Tiranën tonë, në Shqipërinë nanë. 71 ditë. A jeni optimist se do të vazhdojnë këto protesta derisa ky regjim të largohet? A keni një ide se si të revolucionarizohen ma tepër, po themi, në mënyrë demokratike, pa gjakderdhje, por ndoshta të tjenë pak ma të fuqishme, ma të vrudhshme, ma efektive që të bajnë atë regjim dhe atë njeri e Ramën që të mendojnë që duhet larguar dikur. Dhe është momenti që të largohet dhe t'ja lëshojnë të tjerëve që të udhëheqin këtë vend. Unë mendoj që protesta nuk e ka arrit kulmin e amplitudës. Nuk e mas me numra, sepse kjo lloj protestet nuk duhet matet me numra, që nuk kanë munguar numrat. Pse? Sepse është gjithë një ngritje. Dhe kjo ngritje vjen tek zgjimi ndërkombëtar i çështjes. Zgjimi ndërkombëtar i çështjes dhe marrëdhëniet ndërkombëtare që ndërton shteti shqiptar me ato shtete. Dhe duke arrit pikërisht protesta, zgjimin e energjetës ndërkombëtare për një shtet në zemër të Europës, një narkoshtet, kjo është gjithë një ngritje dhe shpresoj dhe besoj që nuk do të ndalet. Kjo nuk vjen nga numri, vjen nga artikulimi, nga përsëritja, nga takimet, nga energjia dhe nga përpunimi nga mrena kësaj proteste të një elite të re. Nëse arrihet vetëm një ndryshim në kushtetut i ligjit elektoral dhe i heqjes së drejtës, gjithmonë sipas menimit tim, dhe i heqjes së drejtës për mos të kandidua më shumë se 2 herë për kryeministër, është një arritje fenomenale, sepse hap rrugë automatikisht brendësit të ri, elitave të reja, njerëzve të ri, hap konkurencën e vërtet me në 2 partive, me në 2 formacione më të mëdha politike. Është konkurencë e lirë. Dhe vetë këta, Rama dhe Berisha, nuk do të kenë më ego, pavarësisht influencës, konkurenca do të jetë më ashpër me natyre dhe hapet rruga për një elitë të re. Dhe kjo elitë është më me mend në kokë, sepse e din se nuk është e përjetshme, e din se e ka gërshërën të koka, mas 2 mandate do japin llogari. Dhe kjo është një arritje e madhe. Por në qoftë këtu nuk arrihet ndryshimi i ligjit elektoral, ndryshimi i ligjit ndarjes administrative, ndryshimi për investitor strategjik, për paketën e maleve, protesta ka dështuar. Nuk besoj se janë 71 ditë të humuna, janë 71 ditë çdo ditë fitore. Jo nga numri pjesëmarrësve, nga artikulimi, nga përsëritja, me përsëritje dhe atij që i ka vesht e shurdhër, atij që i ka vesht me dyll, jo kanë përsëritje dhe atyre që kanë nej vetëm në kafene, kanë dal, janë hap, u hap menja, e kanë pa se ata nuk janë të fuqishëm, janë një tigër letret. Kur bashkohen njerëzit, ata s'kan fuqi. Dhe kjo është arritja më e madhe e kësaj proteste. Ka hek frigën, ka hek lepurin nga barku i këtyre njerëzve.
dhe u ka hap mendën e rinis, se nuk vjen asgjë duke nejnë kauç, duke nejnë karriga, duke pi kafe, po vjen me përpjekje të vazhdueshme dhe me artikulim të drejt politik dhe ekonomik. Kjo është arritja e protestës. Nuk është arritja me kape me futën burg, është arritja me u hap mendjen njerëzve se ti, vota jote, fjala jote ka rëndësi të jashtëzakonshme. Se nëse nuk flet, nëse nuk merr pjesë, nëse nuk je aktiv në shoqëri, atëherë hori, vakabondi, gangsteri, narkomani ty të merr nëpër kam, ty të drejton gjithçka, ty t'i humb të gjitha dhe t'jep vetëm një bukë sa me moj shpirtin. A mendon që ka ardhur koha që të dalin elita, ajo që thatë vetë elita, që të ndalin këto zera se jo janë rrymat islamike, fundamentaliste, Irani, tjetri, Breti, Beligradi, Athina, të dalin personat që popullit të njofin dhe ti pranojnë, ose mos ti pranojnë ata, që kjo elit të bajnë një kushtrim kombëtar për formimin e një qeverie të shpëtimit kombëtar për spaku një vit apo sa kohë të duhet. Unë jam kundra që janë rrymat islamike, për arsye se kërkesat fenomen ato më të rëndësishme, fundamentalet e protestës s'kan lidhje me asnjë agjenci të huaj, me asnjë fondamencion. Le të flasin pushtetit, le të thonë sa të donë, sepse duke u përsërit edhe herë, duke u përsërit vazhdimisht nga protestuesit, edhe ati fanatikut më të egërt pushtetit i thot, po kjo s'ka lidhe me Iranin, kjo s'ka lidhe me Rusin, kjo ka lidhe me mua, me ty, kjo ka lidhe me ty, se të thot, hiq dorë nga mandate ma shumë se 2. Çfarë lidhet ka me agjensitë e huaja? Asgjë. Hiq dorë, bën një qeveri 1 vjeçare. Çfarë lidhet ka me të huaj? S'ka lidhje. Bën një listë të ri elektoral. Hiq listat e mbyllura. Çfarë lidhje ka me të huajt? Është nevojë imediate e shoqërisë politike shqiptare. Hiq dorë nga paketa e maleve, nxjerr një listë të ri. Si mund t'ja i grabiti shtokën atij tjetrit? Hiq dorë nga investitor strategjik, ne pare grabiti tokat atij tjetrit, sepse një narkoman ka fituar në rrugë të panershme. Çfarë lidhje ka me agjensitë e huaja? Këto nuk janë as kundra kuj, po janë për interesat kombëtare. Dhe në këtë mes, ndërgjegjësimi i shoqërisë do të vinë duke arrit shkallët më të larta. Dhe kundërshtimi është e nevojshme, kundërshtimi qytetar ndaj çdo lloji klase politike. A do të linin? Duhet të linin. Nuk duhet të krijohen, nuk duhet të diktohen as nga Partia Socialiste, as nga Partia Demokratike, krijimi qoftë edhe i elitave mrena partisë. Por, duke u hap menja njerëzve të thjesht, duhet u hapet menja edhe vetë antarëve të partisë. Atyre që janë në këshillat kombëtare, në Asamblenë e Partisë Socialiste, në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Edhe roli jam është i vendimtar, edhe unë du të me hap mend, nuk du t'i shkoj mrapa X-it dhe Y-it se e kam kryetar, se e kam sekretar, se e kam zgjedhën, edhe unë kam mundësi, edhe gjithë secili i thret nërgjigjes vetë, a quhem veti nevojshëm, a jam i Zoti unë, a duhet ta bëj këtë, edhe pikrisht ai do të hynë ngarë, vetëm gara, vetëm vota, në krimin e elitave. Emërimet janë rrezik për 2 partit. Janë skandal partijak, shkatërim shtetëror. Unë nuk quaj që duhet emërohen. Duhet t'i hapen rrugë. Rrugën jo, do t'a hapin vetë. Pse po t'hap? Po urna karrigen, ullurri. Aja është një çun i llastuar. Jo, do vinë dhe të më thonë më lësho karrigen, se kam fitua. Më lësho karrigen se jam në ngarë dhe në ngarë kam fitu me ty. Atëherë është i fuqishëm ai. Në qovë se karrika të dhurohet, në qovë se posti të dhurohet, ti nuk ke fuqi kur. Ti e i kapun nga oligarkët, ti e i kapun nga biznesmenet, ti e i kapun nga firmat e ndërtimit, nga të gjithë, pra i detyruam, ai që të ka prua aty, në mënyrë të pa meritume, ai ty të tërhek për hunet, të vën lagun në zverk. Pra, duhet ta fitojnë elitat. Edhe pikrisht, kjo është një kull ku ka liten elitat. Pikrisht këtu, në këtë protest, ka liten elitat. Pikrisht në këtë protest u hapet menja intelektualve, politikanëve të ri, atyre se nuk ka pak, sepse menojnë se karriera atyre, ata që kanë marrua për diplomaci, se për jurisprudencë, po edhe në fusha tjera
të jetës, mendojnë se të bëjnë karrierën politike dhe pikërisht ajo është kullra e revolucionit. Aty është revolucioni ku kaliten ata. Dhe nuk është shkurt, jo sot, jo nesër. Mund zgjasin edhe deri në dhjetor. Mund zgjasin edhe deri sot një vit. Edhe sa më shumë se zgjasin nuk është se humb vlerat, po kalitet edhe edukohet një klasë e re politike që është e nevojshme për të gjithë spektrin politik, jo vetëm për PS-n, por për PD-n edhe për partitë tjera, qoftë vogla, qoftë mesatare nga numri që kanë. Kjo është menimi im. Teleshikues të nderuar, kishim shumë dhe për të vazhduar bisedën me studiuesin, me intelektualin Rush Dragun, por ja që koha nuk lejon. Megjithatë mendojmë që disa spakun nga ju jeni datë kënaqur me bisedën tonë. E kemi lanë në mënyrë shpirtënore sepse edhe ne mendojmë që duhet banë ndryshime në tërët shqiptare në Ballkan, në veçanti në shtetin Am, i cili është kreu i diplomacisë dhe i politikës shqiptare. Prandaj 71 ditë janë maset e vlefshme, si tha edhe Rushi, çdo ditë është me vlerë. Nuk jam shpresoj që mos vonohet një vit, por sa ma parë, por megjithatë ne jemi në përkrahjen e këtyre protestave, me shpresë që do të kalitën njerëz të ri, që do të marrin Shqipërinë në dorë, që do të marrin çështjen kombëtare dhe do t'i zbresim ato karrika në vetëm 8 vjet administrim si kryeministër apo kryetar shteti, dhe mos të qëndrojmë ka 12, 16, 20 e mate për vite si në kohën e monizmit. Prandaj, duke falënderuar edhe një herë musafirin, shokun ton, mos t'i thonë musafir, dhe bashkë biseduesin ton, studiuesin, shkrimtarin e njoftur, zotni Rush Dragu, një demokrat ka hershëm i çështjes kombëtare. Ju falenderit për vëmendjen, falenderit edhe ju në përfundim, zotni Rush, mesazhi ju i fundit për ata në Shqipëri, për ne në diasporë dhe për çështjen shqiptare, si e shihni sot shqiptarizmin ka ecë. Edhe një herë faleminderit për dritaren e televizionit tuaj, që na lat mundësinë të shprehim këto mendime. Mesazhi im është ky për të gjithë ata që do të kenë kohë dhe mundësi për të na ndjek, është që jemi përkrahas të protestës, me mend, me mendje, me shkrime, me të gjitha mundësitë demokratike të kontributin ton e kem në funksion të sëmirës, të pluralizmit politik, të pluralizmit ideologjik, të votës lirë, të protestës, është e pa diskutueshme ndihma dhe përkrahja jonë. Të vazhdoj për të mirën e Shqipërisë, për të mirën e vendit tonë, për të mirën e atyre njerëzve që janë aty, e pse jo edhe për ne që jemi mërgim, për të na lanë një dritë shprese që ne të pasardhësit tonë edhe të kthehen në dhe të ndërtojnë adheun tonë, ta çojmë drejt vendeve të zhvilluara europiane dhe botërore. Faleminderit edhe një herë. Ishte ky Rush Dragu, biseda jonë me të në studion e hapur televizioni i komunitetit shqiptar në Michigan. Nga unë Luigi Gjokaj, miru takoshim në emisionet tjera dhe musafirët të tjerë të radhës.